Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me temën e radhës, thot autori, lidhja e zemrës me Allahun në rast udhëzimi dhe rast devijimi na bën që çdo herë të kthehemi tek Zoti ynë, që të na hap gjokset me udhëzim nga ai. Faktikisht halojmë në surën Al-An'am, është pothuajse domthon udhëzimi i parafundit ose edhe dy tjera pas kanë mbetur dhe pastaj kryet surja An'am. Ajetet që flasin rreth këtij lloji të udhëzimit ose kësaj teme që është e trajtuar tash ky dietari janë faktikisht ajeti 22, 23, 24, 25, por në mënyrë faktikisht 122, 123, 124, 125, por në mënyrë më specifike është ajeti 125, ku Allahu thot: "Feme yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'." Që atë që Allahu dëshiron ta udhëzoj, ja zgjeron zemrën për të pranuar Islamin. Ndërsa atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ja bën shumë të ngushtë, sikur të ngjitej në qiell. Pastaj këtu thot përkthimi, kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kedhalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Faktikisht nuk është për qëllim dënimi, ndoshta është një prej kuptimeve, por ajo që është më saktë është se Allahu kështu u bën njerëzve zemrat të pista, të ndyta, atyre që nuk besojnë. Domthonë Zoti i bën zemrat e ndyta të atyre që nuk besojnë. Dashur vëllezër, ky ajet është një prej ajeteve shumë interesant ose shumë me çësia e tij, forma e tij si e sjell Zoti, mënyra si e tregon temën e udhëzimit është shumë interesante. Allahu thot fillim: "Feme yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Ky Allahu don që ta udhëzoj, i hap gjoksin e tij me Islam. Ja çel gjoksin e tij me Islam. Çështja e parë që është para se me hin këtë ajet, po nën kuptohet prej fillimit të ajetit, prej leximit domthonë sipërfaqësor dhe prej kontekstit të ajetit, kuptohet që udhëzimi i vërtet që njeriu duhet këtë dynjë është udhëzimi i Allahut e që është Islami. Në kohën tonë që na po jetojmë, ka njerëz që e mendojnë se sa më i ditur që je, në vetvete je më i udhëzuar. Sa më i ditur je më i udhëzuar. Sa më shumë që ke rrit dikush në këtë dynjë, mendon që jashtë më i udhëzuar. E ka kuptuar më mirë mesazhin e Zotit. Bile aq larg shkojnë njerëzit që janë diku prej materializmit, prej sekularizmit, saqë njerëzit që ndoshta janë larg Zotit, për shkak se kanë bërë të mira diçka në këtë dynjë, kanë kontribuar diçka në këtë dynjë, thonë, këta mas mirë e kanë praktikuar fjalën e Zotit, ikra. Këta mas mirë e kanë praktikuar fjalën e Zotit, lexo. Kjo është keq kuptimi i këtij fesë. Se ti mundesh me lexu, më bësh shkencëtar, më bësh dietar, po momentin që nuk e njeh krijuesin ti dësh më kthym klas parë edhe një herë. Atëherë çka ke lexuar deri që tash? Cila është leximi jot? Cila është çështja jote deri që tash? Andaj pika reale ose ajo çështja më esenciale, më themelore për një udhëzim që i duhet njerëzimit është udhëzimi i tyre drejt rrugës së Allahut. Allahu thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Vërtet ky Kur'an udhëzon në atë që është më e drejta, më e mira. Pra udhëzimi është pyetja. Udhëzimi, jo vetëm dija ose vetëm përparimi ose vetëm jo. Çështja kryesore e njerëzimit duhet më qenë udhëzimi. Që ta më lyp, këta më kërku. Pa udhëzim mundesh më qenë shkencëtar, mundesh më qenë dietar, por mundet më qenë domi jot shumë i madh në jetën e njerëzve. Sa njerëz sot që kanë marrë me shkencë, me teknologji, sa njerëz sot me një pull pi mysin miliona njerëz tjerë. Me qindra mia njerëz tjerë pi mysin me një pull. Mira,
A s'ka mësu kjo? Jo, kjo ka mësu. Po kjo nuk u udhëzu për mes mësimit. Kjo nuk u udhëzu. Kjo ka mësu për me mri diçka për i çështje dhe kësaj dynjaje, me qenë ngadhnjimtar, me qenë zullumqar, me qenë kështu, mirë po mësimi i tij nuk i ka bëu dobi. Andaj dashur vllazni, Allahu thot feme yuridillahu yahdihu. Domthon sikur që Zoti po do me na thonë neve. Ai në desh me kërku diçka. Apo lipni diçka për Zotit, po. Atëherë lëpne që ata që Zoti e don që me arrit jota, që ajo është udhëzimi. Kundërshtim me atë që njerëzit domthon jetojnë jetën e Zotit. Shumë pak njerëz kërkojnë udhëzimin. Shumica mas rrezikut, mas dynjas, mas pasurisë, mas famës, a udhëzimi shumë pak. A keni pa ndaj njërin anën e kundërt, që kërkon udhëzimin ose që nuk e gjon? S'ka. Përdesa Salman al-Farisi prej Iranit e kërkon udhëzimin edhe Zoti ja mundson me mritje pejgamberit sa Medinë, tu nal vend pas vendi, e prif pas prifti, derisa ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë njerëzit tjerë që nin për Islamin, nëse e kërkojnë udhëzimin, nuk ka mundësi mos me qetë. Problemi është minimizimi i rrugës udhëzimit, minimizimi i hidajetit, nënvlerësimi i hidajetit. Të mënu është bot temë, qaq relative, qaq e thjesht, jo në mesin e njerëzve tjerë, jo në mesin e filozofëve tjerë, jo në mesin e se ajo s'ka diskutim. Ata mund me qenë shumë larg. Po edhe në mesin e njerëzve ndoshta që janë praktikues. Udhëzimi i doku diçka tepër formale, mirë është, mirë be. Hajtë se na e dimë njohmi Zotin hak, edhe mjafton. Kurse në realitet që kjo pika kryesore që Kurani e potencon shpesh, pejgamberi sa e potencon shpesh në hadithe, në ajete Allahu azza wa jall e tregon rrezikun e devijimit, madje na vet në Kur'an në mënyrë të vazhdueshme thonë ihdina siratal mustaqim, udhëzon në rrugën e drejtë, për arsye se kjo është pika kryesore në cilën ti duhesh me nejt vazhdimisht në përkujdesje. Asnjëherë s'mund të liru. Momentin që lirohesh devijon. Momentin që lirohesh i miri kena punë, s'ka nevojë për kur gjë me shtu, ti ke fillu me ra rrugës devijimit. Qase kjo është kundërshtim me Kur'anin. Çka tha autori aty? Autori tha me kuptu se udhëzimi dhe devijimi janë në dorë Zotit. Edhe me kërku prej Zotit me arrit udhëzimin me ngulm prej Allahut azza wa jall dhe me trujt prej devijimit. Kjo është pika e dytë. Kjo nuk është në dorën tonë, dashur vëllezër. Allahu me fuqinë e tij absolute, me urtësinë e tij të pakufishme, me butësinë e tij, me drejtsinë e tij, i udhëzon ata njerëz që e vrejnë për një mesë e meritojnë udhëzimin. Për një mesë meritojnë udhëzimin. Për këtë arsye Allahu thot për munafikat, çka thot në ajet? Është një ajet shumë interesant. Thot walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Pas thot walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Thot sikur se Allahu të kishte pa te ata hajr, sikur se Allahu të kishte pa te ata hajr, kish mjau mundsu me ngu Kur'anin. Pas ka pa hajr, kështu që s'ka pas dobi me ngu Kur'anin. Kjo është për Zotit. Pastaj çka thot? Sikur se Zoti e permision një mendim që mund më shku dikujt, po mirë po pse se provove. Stakfirullah, po vetëm po tham kështu në atë aspektin. Thot walau asma'hum latawallaw wa hum mu'ridun. Madje edhe pe llogarizmi që po një me kish më mundsu me ngu Kur'anin, kishin me ik edhe kishin me lënë anash. Çish kanë bëu banorët e Mekës. Dhe surja An'am që e dini ka zbrit komplet Mekë. Dhe i trajton temat më serioze të besimit, lidhjes me Zotin, pejgamberisë, profecisë, shpalljes, mrekullive që ndërlidhen me temat esenciale të besimit. Andaj dashur vllazni, udhëzimi lidhet me Zotit. Nuk guxon asnjëri prej neve me u mjaftu edhe me mendu se e ka arrit një dituri, një pjekuri, një mençuri të veçantë edhe e ka kuptuar krejt çështën. Jo dashur vllazni.
Sa njeri që ka qenë shumë të mençur, ka qenë shumë ditur, nuk kanë qenë të mençur edhe nditur me gjithë hakin, me gjithë rrugën e Allahut. E sa e kundërta, që nuk kanë qenë ndoshta me mençuri sa do të, Zoti ja ka lehtësu edhe e kanë gjetur rrugën e Allahut. Çfarë thot Ibn Taymi rahimahullah? Për lexoni fjalët e Ibn Taymi se ka përmend librin e tij Dar u Ta'arud. Thot wa qad yakunu ar-rajulu min adhkiya'i an-nasi wa ahaddihim nadharan wa ya'mihi an adhhar al-ashya. Thot ka mundësi me qenë një njeri thot prej njerëzve më të mençur në botë. Dhe për njerëzve me menjet kthjellët, përpikt, kurse i mbyllën syt për gjëra më të qarta. Nuk i shef gjërat më të qarta që ka mundësi. Para mëno. Një enciklopedi nuk i shef gjërat më të qarta. Wa qad yakunu min abladi an-nas wa ad'afihim nadharan wa yahdihi lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnihi. E kundërta, ka mundësi me qenë njëri shumë i dobët në aspektin e mendjes, jo i mrim shumë, jo i arritur shumë. Thot Allahu e uzon thot në gjërat në rrugën e drejtë, në hak, në bashkë në ato tema që njerëzit kanë mendime ndryshme. Pastaj çfarë Ibn Taymija? Fala hawla wala quwwata illa bih. Andaj nuk ka fuqi dhe nuk ka gjë që e ndryshon gjendjen e robit vetëm përmes Allahut. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. Kush mbështetet në dijen e tij, në argumentimin e tij, në mendjen e tij, në njohuritë që i ka, lihet në lloç, thënë të na. Ja them kështu, lihet në lloç. Lihet vet, le të mbështetet, le ta dëgjojmë pastaj. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Edhe pastaj vazhdoni me temia, thotë për këtë arsye pejgamberi sa shpesh e thonte duan o forcuesi zemrave, forco ma zemrën time në fen tënde. Dhe i përmend disa dua që i ka përdorur pejgamberi sa vetëm duke e lut Zotin, duke i përgjëruar atij që më ia uzu zemrën e tij me drejtu edhe me përudhën në rrugën e drejtë. A ne dashur vllazni ka një herë kur lexon për njerëz që janë shumë të mençur, kanë arritë shumë këtë dynjë, kanë pas logjik shumë shnosh, kanë pas shumë përparim, edhe krejt që kjo mençuria e tij, kur e shet që ai kur nuk i ka thonë Zotit faleminderit. Kur se ka shpreh me njohjen ndaj Allahut, e shef që mençuria është meselën vet. Me krahasu pastaj mençurinë me udhëzimin, pastaj është temë këtë tjetër. Kurse në çati personit nëse dikush do t'ja kishte qitë që thonë dietarët, do t'ja kishte shërby një kafe, kish më thonë faleminderit. Kish më bën për shkak kulturës, për shkak mençurisë, për shkak dijes që e ka, kish më falendëruar në forma ndryshme, ndoshta kish më përshkruar edhe kafën sa e mirë që i ka ardhur. A më të mirat që i merr prej Zotit vazhdimisht jetën, ajrin, hiç po him tema tjera, ato kush si ka shku mendën falendëruar Zotin. Madje disa prej tyre e diskutojnë që ekziston Zoti apo jo. E disa prej tyre e mohojnë. Andaj logjika është shumë e mirë. Është shumë e duhur për robën, por nuk është e mjaftueshme për me gjetë rrugën e udhëzimit. Por këtë arsye dashur vllazni, na kemi thonë shpesh Allahu Azza wa Jall momenti që i ka dërguar pejgambert vazhdimisht ka dëshmë na tregu se logjika nuk ka mundësi me qenë e pavarur ndaj shpallës. Nuk ka mundësi. Se sikur të kishte me qenë mundësi, sikur të kishte qenë e mundur, s'kish pas nevojë me dërgu Zoti pejgamber. Ose s'kish pas nevojë mi udhëzu edhe mi obligu njerëzit mi pasu pejgambert. Po këtë arsye në shumicën e rasteve filozofët janë ngarë me pejgambert. Shumicën e rasteve. Pse? Sepse filozofët pretendojnë që mujnë me gjetë vërtetën përmes logjikës, s'ka nevojë për udhëzues qellor. Ata mujnë me gjetë vetë. Dhe për këtë arsye largohen, aq shumë largohen për të vërtetës që ti thu, a është vetë që kjo logjika e madhe që na po mendojmë edhe po thojmë që është një kokë gjeniale, a është që kjo për një me ajna të pa një ondër na me sy. Derisa kur folin për Zotin, filozofë sidomos, nga se ata kanë kësi tema, trajtojnë për shembull tema e din Zoti gjitha gjërat.
Sa i me logjikën e vet, me mendjen e vet. Dhe pastaj çka thon? Zoti i din gjërat e mëdhaja, po nuk ka mundësi mi ditë gjërat e vogla. A thotë çfarë filozofi? Unë stafëlla jo, po një njeri i thjesht mund me thonë, apo filozofi s'ba me thonë këtë fjalë. Pse s'ba me thonë? Se nëse Zoti ka fuqi mi ditë gjërat e mëdhaja, so gjëra mëdhaja janë tuk. Me miliona. Me çfarë logjike ato tjerat që janë të vogla nuk ka mundësi me ditë Zoti? Cila është logjika, cila është matematika? Po bin kundërshtim me vetveten e vet për shkak se i kanë dhënë përparësi logjikës edhe e kanë lënë shpallën e Zotit. Këto që thash, këto llogaritën janë njerëz me dije, janë njerëz po realitet e kanë humbën esencën për cilën praktikisht shihet dija, logjika, mençuria e njerëzve. Andaj dashur vëllazëni, dohet në mënyrë vazhdueshme me lut Zotin me na udhëzuar në rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka një herë u çu natën, edhe ka bëu dua dhe ka lut Zotin, o Zot i Xhibrailit, i Mikailit, i Israfilit, udhëzom në rrugën e drejtë në ato tema ose në ato çështje me të cilat ka mos pajtim. Pejgamberi sallallahu me ka lut Zotin mirë vazhdueshme. Për këtë arsye disa dietarëve kanë thonë një shprehje shumë bukur, ka thonë illa mjekun min Allahi aunu lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihaduhu. Nëse njeriu nuk ka ndihmë prej Zotit, i pari që ka me shkatërruar dhe ka me dëmtuar dhe ka me qitë në tokë, është ijtihadi i tij, mendja e tij. Ti ke menuar që bashkë çaty kemi pas suksesin dhe sigurinë më të madhe. Mendjen tonë, gjykimin tonë çajin, në realitet i pari ka me shkatërruar. Nëse se ki ndihmën e Allahut. Pika tjetër dashur vëllazëni. Këtu çka po thot ajeti? Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Këndon Allahu ta uzoj, ja hap gjoksin me Islam. Yashrah. Shpreha yashrah arabisht është kur e çel diçka, kur e hap diçka, ose përdoret edhe kur qetësohesh në diçka. Dhe kjo është gjendja e besimtarit. Momentin që e gjen udhëzimin e Allahut, i hapet gjoksi. I çelët gjoksi. I qetësohet. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohet zemra e tij. Rahatohet. Dhe kjo nuk është dashur vëllazëni vetëm për ata persona që kanë hyrë në Islam pasi që kanë qenë kufër. Nuk është vetëm për këta. Ky ajet i përfshin edhe personat të cilët janë në Islam, po në mënyrë të vazhdueshme e ndjejnë që të hapje të gjoksit. E ndjejnë kur e adhurojnë Allahun, e ndjejnë kur i kryejnë obligime ndaj tij, e ndjejnë gjatë provave, e ndjejnë që qetësinë e gjoksit duhet me ndjej faktikisht qetësinë e gjoksit, edhe e ndjejnë edhe në kader dhe caktime që Zoti i dërgon. Dhe kjo është falënderimi ose shpërblimi më i madh që Allahu i jep robërve të tij. Për këtë arsye dashur vëllazëni, thot Ibn Qayyim rahimahullah në Madarij Salikin, thotë kum dëgjoj Ibn Taymiyah rahimahullah, hoxhën tam, duke thënë, nëse një person pas adhurimit nuk e ndjen një kënaqësi në zemrën e tij, le ta akuzoj vetveten e vet që si ka punë mirë. Pse thot se inna Allahe shakur. Allahu është falënderues. Çka do të thonë Ibn Taymiyah me këtë? Do të thonë që në momentin që ti adhuron Allahun, Allahu ta kompenzon adhurimin ton me një kënaqësi që është shpërblimi i adhurimit. Ky është shpërblimi i shpejtë. Shpërblimi i adhurimit është kënaqësi që ti e gjen vetveten tënde. Shpërblimi i adhurimit është kur ta bësh një punë të mirë, kur ta bësh një punë të hajrit, e ndjen një kënaqësi në zemër. Kjo është shpërblimi i parë. Kurse shpërblimi tjetër vjen te Zoti. Po këtë arsye na kena përmend edhe më herët fjalën e Alizit Begoviçit. Allah i mëshiroft. Që ka thonë kur ta jep sadakën, edhe kur e shef që edhe kafshësh kur e jep, edhe macës kur e jep, kur e ushqen. Thot kur e shef thot që po ki mundësi mi ia dhon, thot fillon e me hungër, thot ti e ndjen thot një kënaqësi në zemrën tënde. Pse? Se kjo ka të bëjë me sinqeritetin
lidhjen tonë që e ki me Allahun. Nëse e bën për Zotin, edhe sadakun kur e jep, me njëherë me shpërblimin zemrën tonë. Thuhet për babën e Shekh Shenkitit, që është gjallë, Allah e mëshirot, Allah e rujt, baba i vet ka qenë edhe dietar. Ka qenë njëri tepër i devotshëm, njëri tepër i rrallë. Taman pe dietarëve këtyn e herit. Thuhet për ta, kur ka ardhur dikush mi lyp diçka, në atë kohë njerëz s'ka pas fukara më shumë, Medine. Thotë edhe s'ka pas mi dhon, thotë ka kajt natën që s'po mund mi dhon. Kur ka ardhur dikush mi lyp diçka dhe i ka dhon ka kajt natën pe gëzimit që i ka dhon. Të dy herat. Pse? E ka ndje të mirën që Zoti ja ka dhon, e ka ndje në zemër. Për këtë arsye edhe te Ibn Abbasit tregohet kur ka një person edhe i ka lyp edhe Ibn Abbasit s'ka pas çka më dhon u mërzit. Tani ka thonë jo për shokëve ka po shau mërzit është imam. Spate me pas i kishte dhon. Tho çish mos mërzitet ai tan natën ka menu ku mi lyp do pare. Edhe ka gjetë mund mesin e këtë njerëzve edhe unë s'mujta më ja kry dhertën e tina. E kjo ka të bëjë me sinqeritetin, lidhjen tonë me Zotin. Në momentin që na jena të lidh me Allahun, kur e bën adhurimin, e ndjeni qetësinë, një kënaqësi në zemër. E ndjeni shije. Kur i nimon dikujt na hiç pa të pa kurkush, ti e ndjeni fare kënaqësie, një shije. Ai që ka syfatsi, ai nuk e ndjen çfarë dashur vllazni. Ai se ndjen. Pse se momentin kur e bën çat adhurim i ka mend kush e ka pa. I ka mend çka kanë më thonë njerëz për to. I ka mend çfarë fjalë kanë më thonë tash njerëz, kështu që ka hup mundësia me ndjekje kënaqësi, edhe me shiu. Këtë arsye Allahu përmend yashrah sadruhu. Zoti ja hap, ja çel zemrën këtij personi. Me islam, me të mirat e islamit, me urdhat e tij, me dispozitat, me urtësitë që i përmban Islami, ky njeri kënaqet. Kënaqet duke i shiju këto të mira në zemrën e tij. E kundërta me jo besimtarin thash pika e katërt edhe e fundit. Çka thot Allahu? Wa man yurid yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. E kënd Allahu nuk e uzon, e humb nga rruga e drejtë. Ja bën zemrën e tij të ngushtë. Pastaj harajan. Ngushtë dhe të ngurtë. Të ngushtë që nuk pranon, nuk ka vend. Të ngushtë shumë, harajan, më kuptu që të ngushtë, fjala e parë, e dyta harajan, shumë të ngushtë. Ekstrem. U ngushtu në të naund. Çfarë formë u ngushtu? Sikur se është të mund gjitë në qiell. Pse ka në këtë formë? Shumë interesant. Allahu në këtë ajet përshkruan një diçka që është reale me diçka që është imagjinat. E kundërta zakonisht bëhet të njerëz. E kundërta zakonisht bëhet në jetën e përditshme. Diçka që është imagjinat që njerëzit nuk e kuptojnë, duhet më kallëzuar me një diçka që është reale, e përditshme, konkrete. Allahu përshkruan diçka që është konkrete te pabesimtari me diçka që duhesh me përdor imagjinatën. Sidomos në atë kohë, shko mos i njëri me hyb qiell. Ç'me hyb qiell. Dietar thonë, kuptimi që Zoti ka thënë me hyb qiell, do të thonë është sikur një person që mundohet me hyb qiell, pa ai s'mund me hyb qiell. Është i njëjti që ky personi që e ka zemrën e ngushtë, ju ka ngushtuar zemra me punë tek qija, edhe nuk ka mundësi me arrit udhëzimin dhe faktikisht është e dështuar edhe nëse pretendon një diçka të tillë. Ose disa tjerë kanë thonë bashkohor, ka mos pajtim me zjetarëve, mund me përmbajt ajeti apo jo, kanë thonë kjo është një për mrekullive të Koranit. Pse? Pse Allahu këtu e jep një shej, se ai që ngjitet në altë fillon me ngushtu gjokse. Se hup ajri, nuk ka ajër shumë, fillon me ngushtu gjokse. Dhe personat që nuk e pranojnë Islamin sikur që ju kanë ngushtu gjoksi i tëne dhe s'janë të mujtë me marë frymë lirshëm për arsye gjinave të këqija që i kanë vetën e vetë. Sheikh Muhammad al-Khadiri, Allahu e liroft, thot, ky ajet
është interesant në jetën praktike të njerëzve me praktiku. Qysh? Thot Allahu te kallzon që personi që e kalon udhëzimin e tij, sikur që po ngjitet në qiell dhe kjo për shkak asaj që e shohin njerëzit. Në sytë e njerëzve duket që ky është i lirë, i ka këtë dyrë qel, sikur që është të fluturu. Realiteta jashtë atina është të i dorë shpirti. Kështu është edhe një jetën praktike. Këta që janë larg rrugës Zotit, ty duket dyrë qel, po punon, po bën biznes, po ase ti nuk e ke idenë ai çfarë brenga dhe çfarë ngushtica e ka në zemrën e vet. Dhe secili prej neve që ka qenë më herët jo i udhëzuar, e din so probleme ka pas, so vezvese, so sfida me vetën e vet. E shumë prej qytetëve që halos janë të udhëzuar, dashur vllazni, kur të vinë kanë një herë të na me na kallëzuar në rast, ti thu ç'ish po mund me jetu ky njeri. Dhimbët, mërzitur ç'ish po mund me jetu ky njeri. Gjithë këto brenga, gjithë këto probleme që i paska. A ku ta kshish dynjon në knalet, 24 orë po nën. Edhe duket që ky i lirë është. Ky u shliru krejt. Realiteta jashtë vazhdimisht i burgosën vetën e vet. Vazhdimisht, në mënyrë të vazhdueshme. Nga se Allahu nuk e ka bo, që thot Ibn Qayyim rahimahullah, nuk e ka bo as një fjalë, as një rrugë në cilën ka mu qetësu zemra e robit vetëm fjalën e Allahut, edhe në rrugën e tij. S'ka qetësim tjetër. Ka mashtrim, ka ordhatje, ka opcione ndryshme që njerëzit i provojnë, ama nuk ka qetësi. Për këtë arsye Allahu pse po shkruan dashur vllazni këtu dayiqan harajan. Harajan është ajo që e kallëzova, është përforcimi i fjalës dayiqan, e ngushtë, shumë e ngushtë. Ka një transmetim tjetër, është transmetuar prej Omerit radhiyallahu anhu. E ka pyetur Omeri radhiyallahu anhu një fshatar. I ka thënë, cila është te ju pema e cila quhet el harijatu. Pema el harija, që kjo sikur që kjo shprehja në Kur'an. Thot është ajo pemë e cila është mesin e pemëve, as mund me arrit kafsha e as mund me arrit bariu. As mund me arrit kafsha e as bariu. Thot Omeri, thot që kjo është zemra e munafikit, që kur gjapit mirave nuk i shkojnë. As përfiton prej sajna njerëzit, e as nuk përfiton ai vet. Munafikit është përshëndet munafiki ai që e fshi kofrin edhe e shfaq islamin. Me një transmetim tjetër thot Omeri që kjo është zemra ju besimtarit. S'ka hajër prej sajna, është e mbyllën vetën e vet. Pra se nuk e ka pa dritën udhëzimin e Allahut. Po këtë arsye dashur vllazni, Allah thot i ngushtohet zemra. Në çfarë forme, pse i ngushtohet o Zot? Si thot Rashid Ridhaja rahimahullah, thot i ngushtohet në atë formë nga se e ka mbush me gjëra tjera. Dhe nuk ka vend më me shti një pikë atë. S'ka vend më. E ka mshel. E ka mbush me shumë gjëra tjera. Momentin që don me shti diçka tjetër s'ka vend, ngushtohet. Qështu i ngushtojnë njerëzit zemrat e tyre në punë të veta me punë të këqija dhe pastaj nuk mbetet më vend për udhëzimin. Për këtë arsye dashur vllazni, në esencë, që thonë dietarët, Allahu çdo zemër e ka bo të përshtatshme me pranu udhëzimin. Edhe secila prej zemrave të njerëzve në tokë e ka pikën e barë mrena. E ka pikën e barë mrena, e ka pikën e dritës. Patjetër, një pjesë dritës. Dhe kjo është fitra, që thojmë na, fitrat Allah i leti fetaran nase aleja. Kjo është fitreti, natyrshmëria që Zoti ka kriju këtë njerëzit me natyrshmërinë e shëndosh. Këtë e kanë qatë pikën. Po dikush e mbulon atë shumë atë pikë, që edhe mja lype, mja hallakate, më mënu mja nxerr, nuk i nxerr as një pikë dritë. Edhe bot rane, kella bel rane ala kulubihim, i vulosat, me gjëra tjera dhe mos shë pikate. Përfundoj. E dikujna i ban ka pak dritë, ajo pika. Që e drita e vogël që i ban është, kanë thonë dietarët, është wa'idhullahi fi qalbil mu'min, fi qalbil muslim. Është përkujtuesi i Zotit në zemrën e besimtarit. Ko mas kohë i kujtohet diçka, ko mas kohë don me bëni punë të hajër, ko mas kohë ka qef me praktiku diçka për fesë. Kjo është ajo pika që s'u ka mbulu hala. Pika e imanit. Kurse nëse i mbulohet ajo, pastaj më nuk ka vend për diçka tjetër. Dhe kjo është ajo që tregova që është vulosja e zemrave, Zoti na ruaj prej saj. Dashur vllazni, po ashtu Rashid Ridhaja rahimahullah
Thot, ka fundi ajetit Allahu thot, "Kedhalike yaj'alullahu ar-rijsa 'alal-ladhina la yu'minun." Kështu Zoti i bën të ndyta ose kështu Zoti e bën atë zemrën e tyre të ndytë për shkak mosbesimit të tyre. Ç'të tregova, domthonë kuptimi është rijs është diçka e ndytë. Disa dietar kanë thonë është kufri, disa kanë thonë është shirku, disa kanë thonë është shekki, dyshime të ndryshme që hinë zemrat njerit. Kjo është e qartë, domthonë çka do të hinë në zemër është pjesë e ndytësirave që ty të largojnë prej ujit kthjellët. Edhe të largojnë prej burimit të pishëm. Por Rashid Rida thotë cilat janë shkaqet që faktikisht e largojnë ose e sjellin çfarë mbulimi dhe çfarë ngushtisje të zemra. I përmend dy shkaqe kryesore subhanallahu, edhe i përmend dy ilaçe të këtyre shkaqeve. Që faktikisht është përmbledhja e këtyre ajeteve dhe ai i lidh këtë ajet me ajetet paraprake për arsye se siç thash janë 4-5 ajete që flasin rreth kësaj teme. Thotë Rashid Rida rahimahullah, thotë njeriu thotë për me u largu edhe me shpëtu zemrën, mos me mbet në shirk, në kufër, në gjinohe, do të më heq prej dy smundjave kryesore. Ato janë mendjemasia dhe zilia. Çto dy smundja kryesore i kanë pas banorët e Mekës dhe nuk e kanë pranuar shpalljen. E kanë pa. Ajeti El-An'am, sura El-An'am e ka lexuar pejgamberi sa krejt surën para tyre. I kanë pa argumentet. Po mendjemasia. Ose zilia. Walid ibn Uqba tu menu në herë ashtu, në herë kështu ka thonë po shako Muhamedi më shumë se unë. Pse unë jam profet? Kjo është zili. Edhe unë më kon profet. Pse mos më kon? Unë bile kam, Allah e përshkruan gjendën e tij në Kur'an. Ana aktharu minka malan, ana aktharu minhu malan wa waladan. Wa a'azzu nafran. Ç'është ajeti në surën Kaf. Po edhe në ajet tjetër në surën me një surë tjetër, Allah thotë që tregon për to që unë kam më shumë se ai pasuri, edhe më shumë se ai evlat, pasardhës. Kështu që ja vlen unë më kon profet. Sa e ka marrë profecinë me çështjet e dynjave, me materializmin. Jo me përzgjedhjen që Zoti i përzgjedh robët e tij. E mendjemasia pedeni mo, këtë banorët e Mekës e kanë refuzuar shpallën për shkak mendjemasisë. Pastaj thotë Rashid Rida rahimahullah, thotë dy gjëra, ka fol shumë në mënyrë përgjithshme, që ka shumë në to pika tjera. Thotë dy gjëra thotë e lehtësojnë për secilin me arritë rruga e drejtë. Kështu sa bukur thotë vllazni, istiqlal al-fikr wa quwwatu al-irada. Ç'themi na? Mendimi i pavarur, vendimi i pavarur, dhe quwwatul irada, dhe vullneti i qelikt. Te mendimi i pavarur nuk mundesh me pas mendim pavarur nëse ti rren edhe kështu çka po thot mahalla jote. Çka po thonë miqasia, çka po thonë kusheret, çka po thonë printet tu. Dhe banorët e Mekës kjo ka qenë një problem më të mëdha. Kedhalike wajadna aba'ana. Kështu i kemi gjetë printet tonë, s'më i heq piksojna, ky s'ka pas mendim të vetën. Ato sahabët fillestarët e Islamit që kanë qenë, domethënë përbuzën mesin e shoqënisë. Kanë qenë disa prej tyre, shumë prej tyre nuk kanë qenë ditur sikur paria e tyre. A mos i kanë pas dy problemet e para. Se kanë pas mendjemasin edhe se kanë pas zilin. Edhe pastaj e kanë fitu. I kanë fitu këto dy cilësi tjera. Vendimi i pavarur edhe vullneti i qelekt. Kur si kanë pas të dy të parat, edhe i kanë arritur të dy dytat, e kanë arritur udhëzimin e Allahut. Te vullneti për shembull, shumë për njerëzve e lojnë të vërtetën, hakin, s'ka forcë me i përballu. Si tu do thotë këtë janisin bëhen kundër meje, thotë kështu që pelo këtë. Kjo është e rrezikshme. Kjo ndodh në për familjet tona, kjo ndodh në për rrethin ton. Njerëzit e mësojnë të vërtetën, e praktikojnë ashtu i pak, mas një kohë, si të fillojnë presioni e lënë. Thotë s'më mushtijone me këtë. Kjo është cytje edhe faktikisht fitore që shejtani ja ban njerëzve. Pse? Për arsye se ai mendon që nuk ka mundësi me vazhdu me praktiku fenë e Allahut duke qenë përballë këtyre njerëzve. Këto.
Kurse në realitet që kjo është përzgjedhja që Zoti ta ka bëu ty. Me boki me menu udhëzimin çat formë që thash, më kënaq, me falendëru Zotin, ky kur i shef që tjerë pe kundërshtojnë, ky vetëm këshirë çëshme, çka me bë që mi uzu edhe ata, jo që i lodhë për vetën e vet. A më shumë për njerëzve nuk e pranojnë të vërtetën për shkak dobësisë që e kanë. Tutës. Për këtë arsye Allah ku ka thënë për Firaonin, thotë shtinin në xhenem Firaonin edhe pasuesit e tij. Çish pasues? Ata s'kan pas guxim për Firaonin, po çka tuta është problemi. Ata s'kan pas guxim, domosdoshmë s'kan pasën vullnet çelek që me i përballu provave. Dhe janë ndërzu. Janë ndërzu dhe kanë vepruar sikur që ka vepruar Firaoni. Andaj kjo nuk është kjo tolerancë, domthon në çdo formë. Ka raste kur na, domthon dikush nëse ka punë me kërcënime, nëse ka punë me probleme, na mundohemi me gjetë një zgjidhje më të lehtë, më të butë, një opcion, një mënyrë, kjo është në rregull. Ama jo milçu parimet. Parimet e fesë edhe me thonë shnosh që shtu perion herë desa shkojnë tani e këshyri. Përkundrazi do të më qëndruan parime dhe më mundu njerëzve më ia shpjegu formën më të mirë që ka mundsi. Andaj dosh vëllazni, nëse e sheh të banorët e Mekës problemet kryesore me ndjemasia dhe zilia, edhe pastaj mendimi i pavarur dhe vullneti i çelekt, pastaj këtu e shef dallime me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu e shef për shembull edhe dallimi që ja bën Allahu Kur'an. Allah thotë la yastawi minkum man aslama min qabl al-fath wa jahada wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina aslamu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Thotë Allahu nuk janë njëjtë. Ata që kanë pranuar Islamin para fathit, min qabl al-fath. Edhe ka luftuar me pejgamberin. Me ata që e kanë pranuar më vonë të kanë luftuar prapë me pejgamberin. Edhe pse të dyja Zoti ju ka dhënë shpërblime të mëdha, ama nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë ata sahabi që i kalon këtë pasurinë e vet, që në kohën çdo sene ka shkuar në Medinë. Për shkak Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me ata të tjerë që e kanë pranuar Islamin masi është i rru Mekja. Këtë kanë vlerë, por nuk janë njëjtë vlerë. Dhe unë kur e kom tregu dersën e 10 sahabive të përgëzuar me xhenet, kom thonë, nuk ka është e rastësishme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përgëzuar 10 me xhenet. Hajt, çtu një 10 ti përgëzeran, jo. Secili prej këtyre 10-ve e ka meritu me një vepër speciale me qenë në mesin e top listës. Kjo top listë nuk është hajgare, kjo top listë është përzgjedhje pe Allahit. Amo e ka merituar në momentin më të caktuar, momentin më kritik, me kallëzu që këta janë rob të Allahut tamam që shkon Zoti për të. Andaj dosh vëllazni, në realitet kur njeriu udhëzohet në rrugën e Allahut, kjo është një kënaqësi që ai do të më ndjej vazhdimisht. Do të më përtri dosh vëllazni. Do të më përtri, mos më harru të mirën e Zotit. Me po të kundërtën e udhëzimit, mi po të këqijat e kufrit, mi po të këqijat e nifakit, mi po të këqijat e gjënave, mi lexu, mi përjetu edhe me falendëru në mënyrë vazhdueshme Allahun për udhëzimin dhe drejtimin në rrugën e tij të drejtë. Allahu na forcoft në rrugën e tij dhe na mëson që të ecim dhe të jemi në atë rrugë të kënaqur dhe Allahu të jetë i kënaqur me neve deri në minutën e fundit. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.